A ka diçka që njerëz nuk e kuptojnë siç duhet për ty? A ka najsen, sa dush, po mendoj, a ka najsen që e kuptojnë. Po hajgare, jo, ka shumë sene që i kuptojnë sot njerëz, çdo herë më shumë ka sene që i kuptojnë njerëz. Në fillim ka pas shumë më shumë keq kuptime, sepse propaganda ka qenë shumë më e madhe, po dhe gatishmëria e njerëzve ose shoku i njerëzve, tronditja e njerëzve ka qenë shumë më e madhe në fillim. Edhe hapësirat e njerëzit për me pa diçka, për me i pranu kritikat dhe konceptet që i kemi thonë na u konë ma e vogël. Kështu që ka pas shumë keq kuptime, edhe shumë keq lexime të situatës, veçanërisht pse kemi dalë na prej vetëvendosjes e tjerë rreth çasaj teme, cilat me kohën janë largu. Do me thonë, kur kemi dalë na prej vetëvendosjes, më me thonë që shumica e njerëzve kjo ka ardhur prej propagandës vetëvendosjes. Shumica e njerëzve kanë thonë, ju jeni dalë për pare, ju ka ble filani, ju ka ble fisteku, janë të shitun të Serbis, janë të shitun të eks oligarkut, të eks personit asi. Me kalimin e kohës, njerëzit kanë fillu me pa që realisht njerëzit që kanë shku edhe janë të pasunu çdo herë më shumë, janë pikrisht njerëzit që kanë met vetëvendosje. Kurse na që kemi dalë për vetëvendosjes jeta jonë, thuj se nuk ka ndryshu fare, për mos me thonë që e plot prej neve ka ndryshu për të keq, prej që kemi dalë për vetëvendosjes. Neve nuk kanë mujt më nëj pa njerëzit as gjipat, luksoz, s'kanë mujt më nëj pa as shtëpit luksozën, lagjet ma të shtrejtat Kosovës, s'kanë mujt më nëj pa se nuk i kemi. E atë njerëzit që kanë met vetëvendosje, kanë fillu mi ju dalë që i kanë, domethënë ka 2-3 banesa tu i blen lagjen ma të shtrejt në Kosovë, gjipat e zi, domethënë miliona ati, miliona këti, domethënë krejt që to sene kanë fillu me dalë, dhe njerëzit kanë fillu me po edhe ata që nuk janë me neve. Kanë fillu mos me thonë që ju jeni të shitu në të blem, kanë fillu me thonë që ju e keni gabim nështa, ose s'po pajtohu me ty për një çështje tjetër tash, po që to lloj keq kuptimet, ose keq leximet e fillimit, kanë fillu koha ka fillu mi largu, edhe konsistenca jonë ka fillu mi largu. Sepse, qësh me thonë, ti mundesh mi thonë dikujt sot në Kosovë, mundesh me bo propagandë për dikën që është interesgji, është është i korruptum, është çado që mund mi angjit një etiket, mirë po nëse ti je i vërtet, edhe nëse ti e din që je i vërtet, edhe thjesht vazhdon me luftu për qatë sen, edhe me insistu për qatë sen, njerëzit kanë me e pa. Kanë me e pa në mënyrën e vetë, kanë me e pa që nuk pas kanë qenë të vërteta dhe sene që i kanë thonë për neve, ose që i më folë për neve. Kështu që, po, ka pas shumë keq kuptime, ka shumë ma pak sot. Do me thonë shumë ma shumë sot ka njerëz që na kuptojnë drejt edhe e din për çka qëndrojmë, edhe e kuptojnë mirë, edhe kritikën, po edhe alternativën tonë, po mbase thjesht janë të gatshëm se lyp kohë kjo punë, për më na votu ose për më na mbështet. Ndoshta